kam vënë edhe unë një pasuri, nuk kam fëmijë dhe s'kam ku t'ja le. Jena me matë, se jenë matë janë për këdheri. Unë vajta të takoja i me tha, iksa, nuk kam vajtë. Dua ta nuk do më interesi dhe, po nuk e b***a. Është motër, moj, është motër. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një zonjë, ajo është 62 vjeç, fatkeqësisht ka humbur nga ky jetë bashortin e saj përpara disa viteve, nuk ka sjellë një jetë fëmijë, ka ngelur e vetme dhe quhet Afrodita Ayazi. Do hyj në këtë live për të treguar historinë e saj, por më shumë një mesazh që kërkon t'i dërgoj vllajt dhe të motrës që fatkeqësisht emigracioni i ka ndarë, por jo vetëm emigracioni, por dhe konfliktet brenda familjes që kanë patur ndër vite. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Afrodita Ayazi që dua ta theksoj. Kjo zonjë ka qenë përpara disa kohëve, më saktë përpara 2 viteve, këtu në live me Odetën dhe të gjithë besnikët e videove e live-eve të mia do e njohin menjëherë Afroditën sa ajo të hapi dritaren. E dashur Afrodita, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmbrëma e dashur dhe mirënjohur miqja ime Odeta. Të falenderoj që të kam sot në këtë live. Ke ardhur në Shqipëri, se herën e fundit që kemi qenë të dyja live ke qenë në Belgjik. Po, kam ardhur në Shqipëri sepse nuk arrita dot që të bëja dokumentat. Sa kohë ke që ke ardhur? Po veti gati 1 vit që kam ardhur në Shqipëri, se punova një 4 muaj, punova në Laç, pastaj nga Laçi punova në Durrës, në Shumë Kavajës, ndihmës kuzhinjere brenda lokal, tani jam kthyer në Kuçov. Aktualisht je në Kuçov? Po, pikërisht tani jam në Kuçov. Unë jam vajzë Kuçove. Je rikthyer në vendlindje? Jam kthyer në vendlindje, po burim ka vdekur ka 3 vjet. E di historinë tënde, se ti ke qenë në live me Odetën dhe ke treguar gjithë historinë. Jeton e vetme tani? Tani jetoj e vetme, por masi kam ardhur tek ty në fillim që bëra kontaktin e parë, që ty me fjalë për vajzën time dhe për historikun e jetës time, ku ma jeta ime mu shkruajt roman, dhe më kam gjetë një roman pa ardhur tek ty, se mu shkruajt nga zoti i nderuar Mikill Velaj, kosovar amerikan. Më vjen mirë. Më vjen mirë që ky person ka qenë mbështetja jote dhe ka dashur që historinë e jetës tënde të vështirë ta bëj në një roman, të paguaj për të prodhuar ti një roman. E dashur Afrodita, ne folëm të dyja përpara se të hynim në këtë live dhe ti më tregove se je jo vetëm në kërkim të vajzës, por ti fatkeqësisht ke humbur kontaktet me motrën dhe me vllajin tënd. Tani mosha ime është duke mbledhur. Dhe unë kam ngelur e vetmuar. Unë nuk kërkoj asnjë gjë nga motra dhe nga vllai. Asnjë gjë, sepse keshe zonja që punova dhe jam përsëri e zonja Sonja në punë, por dua një dorë të ngrohtë nga vllai, që këto që po bëj unë, pasuria që kam dhënë unë, leku që kam dhënë unë, çdo gjë që kam dhënë unë, mos më mbas një ditë, sepse nuk kërkoj asnjë gjë nga vllai, as lek, as pasuri, as shtëpi, as një gjë. Por dua t'i lë vllajt dhe motrës, djersën time, gjakun tim, që po punoj, vetëm për një mbështetje, që aty edhe varin e kam bërë tek buri. Dua të ditë të vlej një amanet, që ta di që edhe varin e kam paguar dhe e kam bërë të gati. Të paktën mos më den asnjë gjë dëm. Vetëm për këtë i kërkoj njerëzit e mi. Zemër, sa vjeç je ti? Unë jam 62 vjeçë për 63. Por je shumë e re të mendosh fundin. E ka mendu fundin sepse nuk i dihet, në vetmi nuk po jetohet. Nuk i dihet, prandaj për këtë unë po kërkoj kontakt me motrën, kontakt me vllan. Nuk dua asnjë gjë prej atyre, as lek, asnjë gjë, sepse unë i kam vënë të gjitha. Nuk dua që unë t'ja vej diku tjetër, se po nuk më doli motra, po nuk më doli vllai që të kenë kontakt me mua, unë do t'i lej ty. Në mos ty do t'ja lej dikë tjetër. Jo, mua nuk e pse t'mi lësh pasurinë tënde. Sepse e kam në shprehje që unë
mos ja lej dikujt tjetër, se jam vetëm dhe jam bërë shumë e pesimiste tani në këtë kohë. Jam bërë shumë e pesimiste, nuk se vetë punoj, po ku do t'ja lë. Dhe kur më thonë të tjerë, Afrodita, po punove më se do t'ja i banga, punove më se kush e di kush do t'ja i, pse punon? Unë i them, unë punoj vetëm e vetëm që të jem në kontakt në punën, mos të jem e mërzitur, mos i shtri asnjëri dorën, përveç djetës time. Puna është jetë, të mba në jetë dhe bën mirë që punon. E dashur Afrodita, e kuptoj qëllimin tënd. Ti kërkon të rilidhësh kontaktet me vllajën dhe motrën, sepse pavarësisht shumë po ta them, ti je shumë e re, je 62 vjeç, nuk do të mendosh fundit. Jetës nuk i dihet. Nesër dhe unë dal nga puna, më shtypi një makinë dhe... Jo, për të mos e vën Zoti. Jo, për të mos e vën Zoti. Jetës nuk i dihet, por nëse ne mendojmë fundin, jeta bëhet stresuese, mos e mendo fundin. Je shumë e re për ta menduar fundin dhe ndoshta tashmë që ti ke siguruar të ardhura, ke para, ke shtëpi, ke mirëqenie, shijoje jetën Afrodita. Shijoje. Mos mendoj që ato para. Jam shumë pesimiste. Por pse? Ti di shumë mirë hallet e mia. Unë jam rritur një vajzë dhe i kam jetuar një jetë të vështirë. Dhe këtu në Kuçov të gjithë që më mbajnë mend dhe më takojnë, më kanë thënë, kur i ndjetove një jetë të vështirë, ti je një femër që je heroin, i ndjetove një jetë të vështirë, që njerë kur të trajton të aq keq sa s'ka më, plus të tjera, mos tani Afrodit. Dhe shumë mirë të kanë thënë, kur ti ke arritur të përballosh një jetë të vështirë që ke qenë më e vogël dhe s'ke patur ekonomi të mirë, sot që i ke, mos mendo më negativisht dhe të shkatërosh veten tënde, ti je pesimiste, mendo pak ndryshe, mendo e jetën që është e shtrenjtë dhe duhet jetuar çdo sekonde saj. Zemër, mash mundësi të jetë ashtu, nuk e di përse, që kur kam kaputur kontaktet me vllajën, me motrën, më nuk du, më Odeta, nuk du asnjë gjë të më japin, më nuk du asnjë gjë, përveç se unë të jap atyre, dhe nuk dua që unë pasurinë që kam marrë unë, brenda këtyre 2-3 vjetë, dhe po punoj akoma, dhe po erdhi në atë vend, si i thuhet paka, pika, po vija atje te banka në emrin tim, nuk dua që nesër ato të më mbasin, por dua t'ja lej motrës, dua t'ja lej vllajt, dua t'ja lej nipit, të thonë dhe ata, vërtet Afrodita nuk u rit me ne, vërtet Afrodita pati një jetë tjetër, vërtet Afrodita vuajti në jetën e saj komplet, dhe që kur i di i shoqi dhe këtej dhe ka ndryshuar, në të tëra anët, pas ka një pasuri, unë e di që ata nuk dun pasuri nga unë. Unë e di që ata janë plot, se ata vllai është në Amerikë, dhe Tritroku është në Amerikë, Dallandyshja prapë është në Greqi, ka 3 fëmijë, 2 në Francë dhe një djalë ka me vete. Unë e di që ata janë pasur, por unë dua një kontakt, më thonë, Afrodita si je, që ke qenë motra, si dukesh, mos u mërzit, ne pranë na ke, vetëm ti mos u mërzit, punosat kesh miqin, vetëm mos u me fjalë më jap një dashuri të vogël, një mbështetje, që mos të rrim e stresuar. E dashur Afrodita, më lejo të pyes, sa kohë u bë që ti nuk e kontakte me vllajën dhe motrën? Se 3 vjetë po më buri që kam vdekur, po bëj 5-6 vjetë, që unë jam shkëputur kontaktet. Pra, edhe me motrën, ti ke 5 vite që ke humbur kontaktet me motrën dhe vllajën. Po. Vetëm këtë motrë dhe vllake, këta të dy? Unë kam 2 motra dhe 1 vllak, po i kam me nën dhe jo me bab, po kur dish nëna jo, vllai vogël na tha, ju tha e keni babën atje poshtë, kurse ky është baba im, tha, ç'a ishte që na bashkonte vdiq, mbaroi. Dhe unë i bëra ismet në nësime, 4 vjet e fundit, ja fala të gjitha mëkatet që unë nuk u rita me ta, sepse ti pak a shumë e di jetën time. Ja fala mëkatet në emër të Zotit, Jezu Krishti, ja fala mëkatet, Allah ja bëb Zotit, por u shkëputa me motrën, u shkëputa me motrën time të gjakut, u shkëputa me vën tim. Pa mirë ato që janë gjysmë motrë, unë i kam motrë se i kam pirgjime to, me Anilën dhe me Erianën dhe me Bledin, por
janë prej babe, prej nane dhe më bun kontaktin, më tanë, deri këtu është puna jote, ti e ke babën këtu, atje poshtë, kurse motra e moram telefon, motra më tha, pse më merr mua, merr dallandyshen, me dallandyshen s'po lidhem dot. Atëherë ndalemi pak. Petriti dhe dallandyshen ti e ke motër dhe vlla nga nëna. Dallandyshen e kam motër dhe vlla me nënë dhe me babë. E ke me nënë dhe me babë, ndërsa të tjerët janë prej nëne, vetëm prej nëne. Ato I kam vetëm prej nëne. Dhe unë po kërkoj me çdo kush, po kërkoj dallandyshen dhe Petritin. Po kërkoj me çdo kush, dallandyshen dhe Petritin. Prandaj po dal dhe po kërkoj kontakt ndërmjet juve. Ata të më dëgjojnë shumë mirë, unë deri tani jam mirë me shëndet, por nuk dua asnjë gjë nga ata, vetëm një kontakt, të më flasin, të më afrojnë, vetëm kjo po më tret. Vetëm kjo po më tret. Që kur më kam marrë sot e kam bërë analizat, e kam dalë smur, aty humba tani po vjen fundi im. Prandaj unë nuk dua t'ja lej dikujt tjetër, nuk dua se unë pasurinë time unë t'ja lej dhe një bote. Se kështu do vej puna, kush do me edhi dorën sopa, I do ta marri. Kush me edhi dorën sopa, I do ta marri. Sepse mua, ku më vdiq, buri më ka lënë 3 hektar tokë në Dushkarak me trashëgimi. E qartë, pasurinë e bashortit që gëzon që automatikisht është e jotja tani. Po, edhe shtëpi që kam shumë kuqo, edhe në Vlorë, edhe shumë kuqo, to shtëpi kam me emrin tim, pasurinë para që kam në bankë I kam me emrin tim se I kam bërë, si qate ishe në Belgike, kam qenë në Meksike, kam qenë, kam bërë edhe unë një pasuri, si gjithë të tjerë to, nuk kam fëmijë tani, nuk kam fëmijë dhe s'kam ku t'ja le. E qartë, e kuptoj dhe unë uroj që t'i hash gëzuar t'i gjitha. E dashur Afrodita, më lejo të pyes, ti ke 5 vite që nuk flet me Petriti dhe dallandyshen. Çfarë të thanë, çfarë kujton nga telefonata e fundit? Sepse Barta e zezë është sedhur me tyta, të kanë sharë tyta. Filoni të kanë sharë tyta, të kanë edhur ty mba të zezë një trup, që ka qenë ti pajtore në këtë jetë që të ka bajtur jeta e zezë. Por ti çfarë ju the? Atëre urdhë buri im dhe I tha, dëgjota. Për këtë unë kur ka marrë më Shqipë në Kuçovë, mendoja se do merja opinionë shumë të keqta. Por kur pasta që gjithme e gravet Kuçovës qanin për Afroditën, gjithme e Kuçovës e donin Afroditën dhe më thoshin mbaja afër që ka qenë fëmija mirë, ka qenë fëmija I mirë, ti si vllata, ku ke qenë ta? Ku ke qenë tjeta që nuk e ke ndjekur këtë motër, që a dje historikun të tërë motrës tande, sepse motra jote ta ka humur vetëm në prindrit e toza, nga njerku, profesori njerku, se gjithë që më kanë thënë ka qenë njerku. Nuk ka qenë askush tjetër, asnjëri nuk bën me faj, por ti si vllata, ku ke qenë? Ti si vllata, vërtet ke qenë I vogël, po ti ke pasur krah, që ke pas babin tant. Unë edhe babin e kam këtu në Kuçovë më Odeta. Edhe babin e kam Kuçovë dhe tani kur erdha nga emigrimi, erdha ta mamu, tash do ta takoj babin se si do që tjetë është babi im. Unë vajta ta takoj, ai më tha, Iksa nuk kam vajzë. Çfarë I thash? Turp të vijitash. Bile si I tha dhe një shok që ishte aty, e temroka I tha turp të vijitash se nuk e një femër që është për lyesa, po është një femër herointa që I vdiq buri dhe nuk u përull askujta, nuk I shtriv dorën askujta, nuk mori borsa, por e varosi burin sa si bejler tha, unë se Agata vetja beri varosin vetë të tëra tha, një njeri tha që është edhe sakate tha, edhe është një grua heroin tha, ti tha mos e mohoj gjatë në tënësesh, I thash let me mohoj, kam zoti mi gjitha, që e kam babin këtu. Afrodita, babai juaj jeton në Kuçovë? Është gjallë? Në Kuçovë jeton. Dhe doja ta thosha, ndaj prita mra me ngut, tash do t'i them, do t'ja jap edhe Andret në babë. Në fakt, ne duhet të ishim live të dyja një ditë përpara, po për shkak të angazhimeve të mia e pamundur që të ishim të dyja live dije, por ja jemi sot live. E dashur Afrodita, unë dua të pyes, por ti marrëdhëniet me babain tënd si ke pasur përpara, që ai të refuzoi tani? Babi nuk unë kur kam qenë vogël e kam dashur babin, se babi një farko e ka jetuar tu në Kuçovë.
Babi im ka jetuar në Kosovë, një takoj pa ikur, se ka punuar në përpunim dhe ikur në Kim. Masi ikur në Kim në 72, ai u kthye dhe vajti në Ballësh. Edhe atje në Ballësh, unë babin e kam kërkuar. Kam ikur nga shtëpia mamit, se më torturonte njerku dhe kam vajtur te babi. Babin e kam dashur, sepse dhe babi më ka dashur kur kam qenë e vogël. Më merrte më shiftas, më blinte gjëra, unë nuk ja do të posh babit. Babi tim nuk ja e do të posh. Mrapa, masi mua më hodhëm bashkë të zezë një tru, por e vërteta del. Sa do që të më shihen, e vërteta del. Unë jam një njeri që shikoj allin tim, shikoj shtëpin, del në punës, shtëpin bank. Këta detyri kam dhënë vetes, bank, shtëpi punë. Bank, shtëpi punë, asë një gjë tjetër. Asë një gjë tjetër, vetëm kërkoj se konta. Me babin kërkojmë, me babin e shikojmë, babin shkon krah, i flas nuk më flet. Vetëm vërtet. Edhe sikur më Jolgjeta, një vajzë e humbur të isha, një vajzë e mbetur të isha, një vajzë bullgaxhie të isha, një vajzë drogaxhie të isha, prindri nuk do të më kishte hedhur mua si plen poshtë. Por unë prapë mjetova jetës time. Unë prapë mjetova jetës time. I qartë, Afrodita, ma më dhimë se të historia jetës tënde, por dua të të pyes, kur nëna dhe babai juaj u divorcua, ti ke ikur nga nëna se njerku të ke shtrajtonte dhe iket e babai. Pra, marrëdhëniet ti ke pasur të mira me babain, deri çfarë moshe? Nuk mendonte njerka. Nusja e babait. Nuk mendonte se është i martuar babai, nuk mendonte njerka, nuk na qase, i thoshte babit tim, unë kam marrë vetëm me djalin, nuk kam marrë me vajza. Kështu që vajzën tjetër e përkrante njerku se babi jepte pension. Merrte pension ajo nga babi im. Merrte para nga babi im. Kurse unë nuk merrja. Mua më zuri lapsi keq. Mua më zuri lapsi blu më hodhën poshtë. Afrodita, babai të ka dashur, përpos që nusja e ti nuk të ka dashur. Ti the, kur hodhëm balë të zezë mbi mua, babai më refuzoi. Pse hodhëm balë të zezë mbi ju? Më hodhëm balë të zezë se më shani për tjetër njëri, më shani për... Imorale? Sikur ishe imorale? Po? E kupton, për një femër të... Por ajo nuk që e vërteta, se unë e kam thënë dhe ty... Le të themi, Afrodita, që ty të kanë akuzuar sikur ishe një femër e përdalë. Po? Por mua në rrugë më kanë nxjerrë njerku, nuk më kanë nxjerrë asnjë tjetër. Ai më atakën zoti më atakën ime. Vetëm njerku më kanë nxjerrë. Ai ka qenë sekretar që më kanë nxjerrë mua në katër rrugë. Biles, edhe kur më vdiq mami, një natë më përpara, se unë arrita që burri imi nxjerr, më bëri me nanën, më bëri deri sa nëna ime më bëri dhe atë natë më tha, Afrodita tha, bëra një gabim, tha, urdhro. Tha, u torturova nga kam të mamas, dhe do të thosh, turp të vitësh. A e di kush që ti thash, më të vanden se i ka marruar unë. Me gjitha të më ofendoj dhe burin para se të më vdise, i thash dëgjo, burin tim, mos e ngatro me veten tande, se ti je filani, thash, aty ishte dhe nusja vajt, aty ishte dhe buri im i ndje, dhe i thash, dëgjoj thash, mos pande se unë e kam marruar rinin time, fëminin time që ti më flakë në rrugë, por mua nuk po më le njëri, që unë të blej një pistolet dhe të vrasë. Deri atje, dhe jam bërgati që unë të blej një pistolet, ta më harakën time, nderin tim ta mbroj, sepse nuk kam qenë vajzë e tilla, po kam qenë një vajzë që unë kam sa do që vajta shtëpisë fëmijës, bëra 16 vjeç shkollë dhe tani kam bërë dy kurse, një për kuzhiniere dhe një për parukjere. Bravo, dhe më vjen mirë që ke ecur përpara pas gjithë atyre vështirësive, e rritur me një njerëz i cili të ke shtrajtoi. E dashur Afrodita, Mirë që në vjeçë më nxori nga shtëpia pa mirë në vjeçë që donte të përdunonte, se ndoj të përdunonte, unë të ngaroj, sa kem gjallë dhe unë dua ta vras. Dua ta vras, të marr hakën time. Dua ta vras, nuk do më tresi dhe po nuk e brava. Po nuk e brava, të më marri policia, të më marrin të gjithë, unë po nuk e mora hakën time, nuk do më tresi dhe. E dashur Afrodita, unë e kuptoj që njëri të ka lënduar, të ka prishur fëmirin, të ka shkatëruar jetën, por lërja Zotit të gjykoj këta njerëz mëkatar të ndyrë që jetojnë në këtë tokë. O deta, nuk jam femër e tilla. Nuk jam femër e tilla, mua lagja të tërë më thonë, Afrodita, ty të vdiq burri,
ty të diguri dhe nuk ju në shtroga as kujt, po more traftën, kyçet derën dhe ishe për mërgjim. Unë e njoh pa mërgjimin. Sepse po la vetë me ty, nuk ka dëshmim tjetër, po la nga Belgjika. Por edhe nga Belgjika, ti nuk e di pse kam ikur unë. Unë nuk dua të qash ditën e sotme në këtë live, sepse të shikoj ty si një grua të fortë, që ti ja ke dalë dhe nuk dua të qash. Dhe unë jam njeri me karakter dhe me nder. Afrodita, zemër, të them diçka? Undra. Ti e kthyer në Kuçov, je në shtëpinë tënde, në shtëpinë e të ndjerit bashortit tënd, tashmë ke disa para me një në bankë që ke punuar. Gjej një punë aty në Kuçov dhe mos emigro më. Në punë jam me dy familje. Ti s'rritet pa punë. Jam infermiere dhe kujdestare. Ti nuk rritet pa punë, unë e di që ti e gjen punën dhe punon. Unë mësova me para të ndershme, unë mësova me jetë të bukur. Vërtet kam jetuar, po isha fëmijë dhe nuk dija. Kështu që unë kam krahë të ngrohtë nga të gjithë shoqëria, nga të gjithë miqja, kudo që kam qenë, në çdo familje jam e ngrohtë. Më vjen mirë që ke përkrahjen e shoqërisë. E dashur Afrodita, ndalemi pak tek historia e babait, se për ironi të fatit jetoni të dy në një qytet dhe ai nuk të flet. Çfarë moshe ke qenë kur prishe kontaktet me babain dhe ai të refuzoi? Kur është ndarë me mamin kam qenë 4 vjeç e gjysmë. Jo, ti, pasi u nda me mamin tënd, ti e takoje babain, por kur filluan që u prishën marrëdhëniet mes teje dhe babait? Që u ndava me babin për gjithmonë. Kam ikur në fundit në Ballësh, sepse njerë ku më trajtoj keq, më ranë, dhe unë, edhe mami më rifte më thoshte që nuk të dua, se ti ngjan e temit, dhe për këtë, se unë ngjaj babit, dhe më thoshte, ti ngjan e temit, më rifte, më torturonte, por asë vllai nuk e dinte, asë babi nuk e dinte asnjëherë. Po i thosha, po ti me atë më bëre, pse, ku do vete unë tani, ku do t'i ngjaj? Unë ati do t'i ngjaj. Dash, mora shkollën, la shkollën e ika te babi. Vajta te babi atje, babi kam det një natë atje, pastaj të nesën më tha babi mos hajde më, më çoj te autobusi dhe më tha mos hajde më. Dhe gjatëri i shkëputa marrëdhëniet me babin. Megjithatë, mbas një jete shumë të gjatë, unë takoj djalin e Hallës në Tiranë dhe ai i thotë një njeriu të vet do ta mbash këtë këtu, se që është njeriu im. Ai nuk më mbajti, ajo familja nuk më mbajti dhe unë ika dhe kështu përsëri humba kontaktin me ta, se s'kishte telefon në komunizmit. Pas sa kohësh, pas sa vitesh e ke takuar babain tënd, pas kësaj ndarje? Babën pastaj e kam takuar mbas 30 vjete, e kam takuar në 1990. Çfarë vendi? Unë isha me burin që erdhe aty isha në Vlorë. Pra ishe e martuar, ishe sistemuar, le të themi në atë kohë, po? Dhe unë u martova me të dhe po ikim për një festë në Vlorë. Aty takova 2 gra nga Ballçi. Unë njoh burin e ta, jo unë. Dhe në 97 jam lidhur. Edhe më thot buri ma qa po pyeti ato se i qenë nga Ballçi, ta poli për babin tant. Edhe vete unë që ato si jeni, si dukeni mirë. I thashun dëgjoj, nga Ballçi jeni po. I thashun a njihni filonin? Po sa e njohin tha. I thash, a mund t'i bëni të fala për ne? Kur si ti tha? Jam filonja, po ati i ka vdik vajza e madhe. Jo, i thash, vajza e madhe jam unë. Qa tha? Qa po thua tha? A i ka thënë tha që më ka vdekur vajza e madhe. Kam pas kaq fëmijë, po vajza e madhe më ka vdekur dhe nuk e di pse ka vdekur. Dhe i thash, jo, unë jam. Edhe në atë kohë më bie të fik në autobus dhe ato i kishin thënë babit që kështu takuam supën tënde, është e martuar në filan vend supa jote dhe e takuam në autobus, i të reguan historinë, atëre babi priti sa vllai im kishte vajt në shtëpi, po në 97 më duket, po 96 kishte marrë rrugën e emigracionit. Dhe vllai ishte në shtëpi dhe i thot babi, thot këtu thot qa pu sqaroje, thot, qa pu me ruvesh, është e vërtet që vajza është gjallë, apo ka vdekur dhe nga gënjen në njëri. Në atë kohë kishte marrë rrugën vllai dhe vjen nga Poçemi. Po pse ku ishte thënë babai tënd që ti kishe vdekur? Ishte
po nuk isha më kontakte me babi, se babi jetonte në Ballësh. Ti kishe humbur për ata, e qa dhe ata të kishin menduar të vdekur, e kuptova. Po, edhe masi u takon me ato gratë, ato i quan a verë, vjen vllai nga Poçemi, vjen duke pyetur, vjen lart në shtëpi. Dhe të gjenë. Unë vlla nuk e kam njohur, vetëm kur u kthem profil, vetëm nga një nishan, në faqe se ishin të vegjël kur u ndam. Tashun kyçja nga vllai im. Një tronditje madhe, kështu që mbas 30 vjetë të takosh vllan, brenda në Shqipëri dhe të takosh vllan. Atëherë erdhi dhe buri, e takuam, ndejti vllai aty, pastaj vllai erdhi në Kuçov me shtëpi, se dhe vllai ka shtëpi këtu me fjalë babi. Ishte në Ballësh dhe erdhi në Kuçov. Do më trego pak takimin e parë që bëre me babain pas 30 viteve. Kur u takova me babin për herë të parë, unë në fillim kur jam takuar me babin për herë të parë, unë kisha një grinje me burin tim. Sepse buri unë e mora burin e 4 fëmijë dhe rash Sarxane po rubrava. Burin në fshetës im më mbyll kanali që më mos të bëja fëmijë. Dhe mora vesh. Në atë kohë e sipër unë ngrina me buri dhe ika nga buri dhe mora rrugën për te babi im në Ballësh. Aty takoj e dija që nusja e vllait ishte edukatore në shkollë. Dhe takoj një shokun e ngushtë të vllait. I them, po vete në Ballësh, të njoh kush je, të lutem më trego ku punon Shqiponja, nusja e vllait. Do të çoj unë te Shqiponja, tha. Më çoj te kopshi ku punon te nusja e vllait. Vllai ishte në shtëpi, babi ishte në shtëpi, Njerka ishte në shtëpi. Edhe vjen nusja se ishte drejtore e shkollës. Kopshi, i thot atyre jepni bukë dhe mbajeni këtu, sa vetë unë të merrem vesh në familje, që ta çoj në familje. Atëherë tha, do vita marrë. E po mirë, kështu bë. Erdhi nusja dhe më merret më marrë. 2 ditë që kam ndejt te nusja e vllait. Te dhoma. Ata bashkë ishin, po unë ndejta te dhoma se s'mundonte Njerka këtej. E ndejta me vllain e me ata, mbas kaq vitesh, që një tronditje shumë e madhe. Që një tronditje që si kur linda dhe një herë kur takova babin, dëgjoj, si do që t'jetë nëna dhe baba, bresh të jetë nana ashtë nanë, bresh të jetë baba ashtë babë. Duhet, unë i kam dashur. Si do që më kam bërë prapë, unë i kam dashur. I kam falur një jetë, i kam thënë, s'ka gjë, jeta ka dalë. Po kushtë si fort të përballet me dalë të jetës, që me dalë të detit, po qesh notari mirë do dalë. Me dalë të detit. Po me dalë të jetës nuk del do. Se ato të marrin, hop të përplasin ti, hop ti. Po dhe me dalë të jetës duhet jesh më mirë i fort, që të qëndrosh deri në fund i fort me dalë të jetës. E dashur Afrodita, ti më thej që vllai jot jeton në Amerikë ndërsa motra në Greqi. Po. Ti kërkon që ditën e sotme në këtë live t'ju përcjellësh një mesazh të dyve. Po, sepse mua vllai më ka ndihmuar shumë. Edhe për në kemp, që dola në kemp se isha në kemp, vllai erdhi nga Amerika më dërgoi para. Më solli para që unë deri para se të vdis, deri tani që vdiq buri, kam ngrënë kempin duke më ndihmuar vllai. Që unë mora kemp te doktora se unë qaloj pa nga këma dhe kam ngrënë kempin. Por amon parat që ndim kanë qenë të vllait tim. Ai më ndihmoi. Po dhe motra më kanë ndihmuar, edhe kur më ngos shtëpia, po prap ata më kanë ndihmuar. Tani unë dua që ditën e sotme ti përcjellësh një mesazh. E nisi me vllain që jeton në Amerikë, çfarë do i thuash? Unë i them kaq. Unë në datë të parë Petrit Rokaj, Shqiponjën, bashkë me fëmijë, unë uroj që ata të jenë shumë mirë për veten e tyre, gëzoj që të jenë shumë mirë për veten e tyre, por u them kaq.
Unë dua një përkraje të fort nga juve, nuk dua as lek, as tutje, as tu. Unë dua vetëm një përkraje, dua vetëm një dorë të ngrohtë që unë e di që do jetoj, që unë kem shpresa, të kem shpresa dhe pse jam vetëm, të kem shpresa që unë e kam dorën e ngrohtë nga vllai im dhe jo nga bota, mos të pres nga bota, po të pres nga vllai im një dorë të ngrohtë. Po motrës Që dhe ti doj, por aman e di që kam vllain tim. Dhe kur të mbyll syt, e di që do më varrosi vllai im, dhe jo bota. Po motrës tënde çfarë do i thoshe? Nuk dua as para, as tutje, as tu. Nuk dua asnjë. Nuk e du për interes vlla, se jam me zonja që punoj vetë dhe do punoj deri sa të më lërë kama e dora. Po motrës tënde çfarë do i thoshe? Dhe motrës i them, gëzoj që ajo motra ime dallam ndryshja jetë mirë me shëndet, të ketë mirë të 3 fëmijët, të ketë një lumturi shumë të mirë, por dua nga motra ime, që dhe ajo, sepse motra me motrën, zere se është nanë me fëmin. Sigur jemi vërtet 2 motra, po njëra nga me është nana. Nga ajo është nana, dhe motra është nanë, se me motrën kanë një hallë, kanë një derë, dhe unë dua që dore motrës më vjet në kram tjetër, dore vllajt më vjet në kram tjetër, dhe unë do t'jem e lumtur, se do kem edhe vlla, e lumtur, po do kem edhe motrën, dhe po të vdes, do vdes e lumtur. Unë të gëzoj, se fatkeqësisht nuk kam fëmijë. Nuk dua që të më vaj dorën tjetri, por aman, nëse ata, unë nuk do marr dot përgjigje nga ata, jo se më do mbeten në rrugë, sepse unë kam një familje shumë të mirë që më kanë dalë në fier, janë botë për të qenë, kam një familje shumë të mirë në fier që më thonë. Jam njohur rastësisht nga Facebooku, po vete vite, po prap përmbahem, më kanë thënë afërdit, mos u mërzit, se do të dalim ne vlla e motër, ti mos u mërzit, se e kanë marrë vesh historikun, e kanë dëgjuar, dhe më kanë thënë mos u mërzit. Por unë në radhë të parë dua gjakun tim, pastaj nëse nuk më del gjaku im që të me edhi dorën të ngrohtë, do të detyroj do me edhi bota, dhe unë çdo gjë do t'ja lë botës, por dua që pasuria ime, gjaku im, djesa ime, mundi im të vejtë e vllai im. Dhe të motra ime, të një prit e mi, të mbesat e mia. Shiko, njërë ditë bëjnë gabime, mbas edhe unë kam bërë gabimet e mia, por aman kur falet koka, të falet edhe plumi, je duke të dhënë gjyqin ai tjetri dhe thot, afërdita do dënohet me pushkatim. Vjen për pushkatuar plumi ikën. Nga njerë të falë edhe plumi, jo më vllai dhe motra, se të gjallë jemi dhe gabime bajnë. Por aman, unë kërkoj me çdo ngusht që njerëzit e mis më bëjnë gjallë. Unë po falem, unë po vjen në gjunjë, mbas edhe kam qenë gabimtare, unë jam rritur pa nanë, pa krahare, jam rritur edhe të mua një zogë në fluturim, po prap një zogë i korbit, jam rritur një zogë i korbit, por aman kam pas një mendje të fortë që unë kam ndjekur shkollën, kam ndjekur kursin. E dashur Afrodita, dua të pyes, të ka marrë malli për motrën dhe vllajin? Aq më ka marrë Odeta, aq më ka marrë Odeta sa. Të besoj. Është motër, është gjanë, është vlla moj, gjithë e gjua për kurmazi, o vlla, o gjanë, motra për vlla me qyqe, vajme të kormë. Të besoj, ndihesh e braktisur e vetme, ndaj kërkon që të kesh dashurinë e tyre. Motra për motrën, unë kam një dashuri të madhe, po punoj, po stresohem, të tërë më flasim, mos u stresohem, më flasim, më afrojnë, më bëjnë, po si motra ime nuk ka më, si vllai im nuk ka më. Unë i ndjej gabimet e mia, unë po ja kërkoj faljen hapur, të më falin. Mbase kam bërë gabime, po të më falin, po jo të më lënë kaq në vetmi. Se unë po punoj dhe në them, ku do t'ja lë? Dhe të mja të mbyt. Unë jam të vras vetën, nuk është që do të më vetëm, dua
asnjë përkraje nga atë. Që të më japin kurajo, të më japin kuzinë që unë të çaj akoma përpara. Unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme në këtë live, dashur Afrodita, vllai dhe motra juaj të na ndjekin, të reagojnë dhe të telefonojnë. Uroj që dhe babai juaj që jeton aty në qytetin e Kuçovës të pranoj, jo të refuzoj. Unë po të them, dhe vllai ta dëgjoj, dhe mbasi e dëgjon. Unë po kërkoj me çdo ngushtë që çdo gjë të më dalë vllai im përpara. Vllai im të më dali përpara, të më hedhin dorën këtej dhe motra këtej. Por ama, nëse ata nuk do arrin që mua të më falin dhe të më afrojnë, unë prapë në mes të rrugës nuk do ngelem, se do kërkoj ndihmë te dikush tjetër dhe do më afroj, por dua te gjaku im. Se unë e thash e pak më para, unë kam një familje në Fier, me emër me tërë unë e them dhe këtu. Jo, mos u bëjmë publike emra. E qartë, kemi shtetuar të cilët nuk ja lek të gjitha ati, por është shumë shpejt. Jo, mendoj e mirë, pasurinë tënde mendoj e mirë. Ajo që unë të jap këshill është puno më pak, jo të rish pa punë, se puna të mban gjallë, të mban jetë. Puno më pak dhe shijoj jetën. Ato gjëra që s'ke mundur do të shijosh në rinin tënde, shijoj tani që e ke mundësinë. Ta the me shpirt të gjë. Më falë se prema më betin. I kam plotsu të gjitha, nuk më mungon asnjë gjë. Shtëpinë e kam kont. Vet jam bërë princesh. Ja tani do iki në punë. Do marr punën për një orë prapë vi në shtëpi. Nesër jam prapë në punë. Me fjalë, me të ngrënë, me të pirë, me të tëra, po ja shijoj jetësime, vetëm më mungon dashuria e vllai, më mungon dashuria e motrës, me qenë se mua që ati jam ra. Unë jam ansore për këtë shtëpinë, po prapë, sa do ta mbaj dhe unë, do më iki jeta. Ndaj dua që vllai dhe motra ime të më dëgjojnë. Unë e di që ata s'ka nevojë për paratë mia, e di që s'ka nevojë për pasurinë time. Po mos ma marri bota. Po ta di dhe ata ku të më varrosin. Mos më varrosi bota se dhe varin time kam bërë. Dhe është dhimbshme. Afrodita, këto vitet pa bashortin janë bërë pak të vështira për ty, besoj. Dëgjoj, vërtet janë bërë të vështira për arsye se jam vjetëm. Ama në një anë, unë e kam vënë në pasurinë, atë pasuri që se kisha me burin, unë brenda 2 vjetë, 3 vjetë i bura. I kam rregulluar shtëpi bukur, i kam rregulluar shtëpi mirë, para bura, aqsa edhe po vë akoma, se nuk e kam shpresën se do vdes tani, para po vë akoma, por kush do t'i haj? Se unë po nuk u bëra miliardere, nuk do vdes. Afrodita, shijoj jetën, parat shkojnë e vinë, puno, por dhe shijoj jetën. Ma beso këtë gjë, sepse vitet ikin dhe kur kthen kokën pas, gjithsesi. Të vjen jetën, Odeta, qa do t'i shijoj jetës? Kur vi në shtëpi, kur veja në mërdim dhe puqja derën, është shtëpia ime, që gjitha mirë. Është shtëpia ime. Kur do vija këtej që do kthesh atë qaja, më thoshin të Afrodita pse qanë. Po kush do më presi? Kush do më thoj, erdhe Afrodita në mëgimi? Si ja kalove Afrodita? Ose dita një nga puna? Qa po bënë Afrodita? Kush do më flasi? Vetëm ka një masë të vogël, një larike, që vjene më futet në roba dhe ma esë dorë, kam në parë ma esë këtu, se mun, zot, ngella me masën. Njëna me masën, njën masën për këdhel. Asë motër, asë vla, asë një pas një. Më i kemi nevoj për një laftë të mirë. Ne dim që erdi një kohë shumë e vështirë, erdi një kohë që çdo kush shikon për gjëra që nuk duhet t'i themi, për anë interesje, po për tëra, por vlla im kur nuk kam parë për interese kun, dhe motra nuk kam parë për interese kun, por ka ardhur një kohë shumë e vështirë. Edhe ato nëna që kanë fëmijë, ka ardhur shumë kohë e vështirë. Unë e di që ka ardhur kohë e vështirë, dhe nuk jam as e para se punit vetëm, por ndryshon çështja ime. Ndryshon se unë nuk kam fëmijë, pa burr kam vetë tëra, po ndryshon çështja ime se unë nuk kam fëmijë. Dhe më vjen keq. Po punoj dhe nuk di ku t'ja lë. E dashur Afrodita,
Unë uroj dhe shpresoj, vazhdoj ta theksoj që vllai dhe motra juaj të na ndjekin, të reagojnë, të telefonojnë, ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me ata, si dhe me babain. Ti u kërkove falje publike nëse ke gabuar, i kërkove falje, vetëm kërkon prej tyre dashuri dhe uroj që ta marrësh dashurinë e tyre. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Nëse unë do kem një reagim, do jem e lumtur dhe do të njoftoj më një herë ty. Kështu që të përshëndes dhe të përqafoj. Dhe unë të dua shumë dhe të uroj që ky stafi yt u shtof të u bë pafund, sepse je një grua shumë e mrekullueshme, je një gazetare shumë e mrekullueshme, je një njeri që je me shumë vlera të larta dhe unë të dua shumë, je një femër shumë e mrekullueshme, nuk di çfarë bol me komplimente, bol. Çfarë vlere të bë ty më shumë se një diamant, më shumë se një kristal, nuk Zemër, Afrodita, të falenderoj dhe të përqafoj dhe faleminderit për gjithë fjalët e bukura që më the ditën e sotme. Do mbetemi në kontakt. I meriton, nuk të them kontakt, nuk ti bëj komplimente, po ti i meriton. Miropafshim. Miropafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. I urojmë zonjës Afrodita Ayazi lumturi dhe dashurinë e munguar, e mohuar nga familja. Urojmë që ata të ndërgjegjësojnë dhe t'ia rikthejnë motrës së tyre. Tjetë një zonjë lumtur sepse ka vuajtur shumë në jetën e saj me të gjithë historinë që ka treguar. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni që të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.